Ediciona e marrim me radhë. Para se të kalojmë tek ekspozita, me aq pamje sa pam, ishte shumë e bukur, flasim pak pse ka pak nxënës, pse është ulur numri i të interesuar për të regjistruar në këtë shkollë. Ju përshëndes, duket se preferencat për deg të tjera në shkolla të cilat janë me arsim të përgjithshëm të mesëm, mbeten ndër faktorët kryesorë për uljen e numrit të nxënësve të cilët mund të zgjedhin si shkollë të mesme, shkollën artistike të Elbasanit, në këtë rast të shkollën e vetme që ka i gjithë qarku i Elbasanit, të shkollën Onufri. Interesi për të studiuar deg të cilat shkojnë drejt teknologjisë të informacionit apo degve që janë më me fitime ekonomike, mendohet se janë një nga arsyet që kanë ndikuar në uljen e numrit të nxënësve në regjistrimet si në vitin që jemi aktualisht, por gjithashtu edhe në vitet e mëparshme. Interesi më i ulët nga ana e të rinjve po shikohet si problematik për stafin e kësaj shkolle, për shkak se tashmë ka rënë në mënyrë drastike numri i nxënësve që zgjedhin të studiojnë për arte. Nga ana tjetër kanë të bëjnë edhe aftësitë e të rinjve për të studiuar qoftë për pikturë si në rastin konkret, por gjithashtu edhe për deg të tjera, pasi jo të gjithë mund të regjistrohen në një shkollë artistike. Fillimisht duhet të kenë talent, më pas të dëshirën për të punuar dhe për ta zgjedhur si profesion. Pasi rikujtojmë që është një shkollë mesme dhe në fund të gjithë ata që përfundojnë një nga degët që shkolla Onufri në qytetin e Elbasanit ofron për nxënësit, në përfundim mund të diplomohen dhe të vazhdojnë të konkurrojnë në Akademinë e Arteve. Pra, edhe talenti është një pikë e cila duket se po ndikon në uljen e numrit të nxënësve që zgjedhin të regjistrohen në shkollën artistike që mbetet e vetmja tashmë në qarkun e Elbasanit, aty ku grumbullohen, ta themi, të gjithë ata të rinj që kanë dëshirë të vazhdojnë një deg. Ndërsa sa i takon kronikës që ne kemi përgatitur, një nga qëllimet në fakt që ka pasur kjo ekspozitë ka qenë pikërisht njohja e të rinjve me pjesën tjetër të qytetit, për t'i ftuar në fakt në një farë mënyrë dhe për t'i prezantuar me artin e bukur që fëmijët, nxënësit e kësaj shkolle janë duke aplikuar, si një mënyrë për të promovuar të rinjt e kësaj shkolle, por gjithashtu edhe për të ftuar të tjerë të cilët e kanë pasion në artin të regjistruar në Onufri, është zhvilluar edhe ekspozita publike e parë për këtë vit në qytetin e Elbasanit, nga ku nxënësit kryesisht të degës së pikturës dhe të skulpturës kanë zgjedhur të ekspozojnë punimet e tyre më të mira përballë publikut ardashës Elbasanas, i cili nga ana tjetër padyshim ka vlerësuar punën e mirëfillt dhe shumë të bukur të këtyre nxënësve. Talentet padyshim që kanë dalë në pa, ju keni mundësi të ndiqni edhe përmes të pamjeve që është një art i mirëfillt dhe shumë i bukur për t'u parë, dhe nga ana tjetër promovohet talenti i tyre. Patjetër që është mjaft e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për të rinj, ti Ediciona ke marrë intervistë edhe nxënës, por edhe mësues të kësaj shkolle, ndjekim në këto momente. Ne jemi nxënësit e shkollës së Onufri dhe kemi paraqitur një ekspozitë ku kryesisht ka portrete, ka peizazhe, kemi piktura dhe vizatimet, janë diku tek 10 nxënës që kemi punuar këto, si në degën e pikturës edhe në degën e skulpturës. Janë të pak nxënësit që janë rreth artit, që merren rreth artit, por nëse shohim arti është vetëm një mënyrë për mund të shprehim emocionin, që kjo është dhe një thirrje për bashkëpunëtarët tonë që t'i thrasim të bashkohen dhe ata arti. Mund kujton diçka vitet e 80-ta kur punohej mirë. Shembull, ato vite, domethënë, kur kam filluar në 83-shin, për shembull, ka qenë matura e parë që dilte. Edhe më kujtojnë ato vizatimet atyre viteve, po këto diferenca është se vizatimet atëherë që bëheshin me model, sot shkolla si ka ik modeli, është heq si, domethënë në detyrën kam model nga natyra dhe faktikisht nuk paguhet modeli. Edhe këto janë te diku riprodhime, domethënë parë nga autorë të ndryshëm. Ediciona Skënderit, falenderoj për raportimin dhe intervistat e realizuara. Faleminderit.